Ishte një fjalim i bukur në letër i Zavancës, por as pak i sinqert. Më lejani që sot të shpreh falënderimin dhe mbështetjen e pakursye për ushtruesin e dyjes kryetësor të shtetit për qëndrimin stoik që kishte edhe përkundër sulmeve të vazhdueshme që të pengohet reforma. Më lejani për qytetarët dhe opinionin publik të bëjmë dije se kjo nuk është e re. Kjo që ka po diskutohet sot nuk është e re. Këto janë efektet e reformës. Por rrini të qetë se reforma nuk ndalet. Aja ka marrë rrugë dhe reforma nuk ndalet me asnjë çmim, sepse njerëzit e mira e krejt demokracisë është që ka me gjithatë njerëz me integritet. E ata njerëz me integritet nuk lëkundën para asnjë presioni, shantazhi, kërcënimi nga kushdo qoftë. Me lënë ty njoftoj që pse po e them që kjo nuk është e re. Me 28 të muajit të 5 të 2025, Zyra BE-s na shkru një letër. Ndër tjera thot: e kuptoj që ka diskutime për ndërheqje të parakoshme të bashkërënduara të anëtarëve të Këshillit në mënyrë që të ruhet përbërja aktuale e çekuilibruar e Këshillit dhe të vonohet zbatimi i reformës. Po ashtu thot, e kuptoj që ka diskutime lidhur me zëvendësimin e mundshëm të ushtruesit e tyres prokurorit të shtetit para hyrjes në fuqi të ligjit të ri. Domethënë është fjala për muajin e 5 kjo letër e parë. Dhe BE-ja na thot: nëse këto nisma qohen përpara, BE-ja do të konsideroj KPK-n dhe anëtarët e saj si pengues të qëllimshëm dhe të drejtë për drejt të reformës as të nevojshme në drejtësi. Të nderuar qytetarë, të nderuar media, se kishte bashkërendim të aktiviteteve nga ky muaj, tashmë është përfaqe edhe dje në konferencën organizuar nga ushtruesit e tyres kryetësor të për shkak të falenderoj shumë sepse publiku ka qenë i etur me ditë se çka në të vërtetë po ndodh. Gjithë kjo që po diskutojmë sot nuk është gjë tjetër, vetëm një përpjekje për të disbalancuar përbërjen e Këshillit dhe për të ruajtur interesat e vazhdueshme shumë vjeçare të sistemit prokurorial, sepse ka kaluar koha ku individ janë mbi sistemin. Sistemi do të jetë mbi individ. Dhe nuk ka kush që e rënon këtë parim, prandaj të nderuar media, se ky propozim kaq i befasishëm, domethënë është përpjekja e fundit. Domethënë është hapi i fundit, përpjekja e fundit për të zëvendësuar ushtruesin e tyres me një kandidat të besueshëm dhe të përshtatshëm që mund të çojë përpara interese të caktuara. Për çudi, derisa na këtu po prisnim për me fillu takimi i Këshillit, në një takim para prak, u diskutu këtu prikësh nga Zavanca kush i ka ftu media. Nuk e di, ka u njoftu paparaci me qenë sot prezent këtu. Domethënë, është një koordinim në krejt këto procese që ndron një portal i cili kujdeset që ta marrë ekskluzivitetin e çdo përpjekje, madje dje u njoftu në konferencë, dhe i ku shkon deri në Gjykatë Supreme. Një SHPK bën përpjekje me rrëzu një rregullore që rregullon sistemin prokurorial, interesat, procedurat e sistemit prokurorial. Prandaj, jo shumë tem jam. Besar, jam shumë tem. Tasha ke propozim tjetër. Propozimi është nuk të lëroj. Nderuar anëtar. Po ai duhet më dhënë arsye të propozimit. Edhe arsye të kushdo që menon që mund të bëhet pjesë e këtyre propozimeve, le ta harron që s'kalojnë. Prandaj unë mendoj që nuk ka kushte normale mund këtë këshill me vazhdu diskutimet. Çdo përpjekje për me diskutu me tutje janë të kota, janë të papranueshme. Prandaj unë do të arguam sepse kjo nuk është normale çka po ndodh. Kjo nuk është normale. Kjo tregon qëllimin tonë të vazhdueshëm prej fillimit që je shkatërruar kështu. Lutem, nuk ke drejt me fol më. Këshilli ka qenë nuk ke drejt me fol. Ai nuk e drejt. Kum gjetur në Këshillin. A ka kush propozim tjetër për pikën e ditës? Propozim. Propozim për anditë. Dhe opinioni betadin, sepse njerëzit të cilët janë duke planifikuar
duke planifikuar gjithë këtë lojë, janë pjesë Jo, në këtë. e gjithë një plani. Ky është plan, sepse dëshirojnë ta kenë njeriun që kanë interes me pas. Dëshirojnë me pas një njeri i cili gjatë seancës dëgjimore, ku jam dëgjuesi dëshmitar, ka qenë prezent jo një herë, po 2 herë, për me shiku mirë se a jam unë ai që po flas apo se po flas ose s'ka po flas. Ju lutem çdo gjë për këtë plan të tmerrshëm të një grupi për interes të një individi, të cilin e kam përkrahur vazhdimisht, është mase e turshme dhe është mase jo ligjore dhe kundër etikës. Sepse unë kur një jetë s'kam apliku për pozitën e kryeprokurorit. As kam qenë, as nuk jam fare interesu me qenë këtë pozitë. Por duke pa këtë lojë për të kapur sistemin, për të mbajtur sistemin e kapur nga grupet caktuar dhe individët të caktuar, kam vendos të jem deri në fund me gjithë fuqinë që kam unë në aspektin ligjor e kushtetues, t'ju them jo këtyre njerëzve që dëshirojnë ta shkatrojnë sistemin prokurial të Kosovës. Dhe për këtë nuk jam vetëm kundër kësaj, sepse do të ishte shumë normale, do të isha shumë i kënaqur sikur unë të ofroja sot ose të praçitja një kërkesë për më ndiru nga detyra. Dhe e din shok tu, koleg tu, e din që e kam përgatitur disa herë kërkesë për më ndiru nga detyra. S'm kanë lënë, bashkë ata për cilët ju po luftoni. Dhe Supposimet e juja dhe ju lutem shumë të përmbaheni. Unë përgjithësi për këtë që ata. Supposimet e juja. Unë mbaj përgjithësi për këtë që shem. Jeni në pozicion të parit të sistemit. Pikërisht për ata po e Ju them. lutem shumë nëse Sepse keni diçka sistemi- personale me mua. Unë Ju ju keni, sugjeroj. ju keni, jo unë. Keni Sepse ju jeni ajo që më keni propozu. Po, e vërtet. Ju jeni ajo që E vërtet. keni konflikt interesi me mu. Me kënaqësinë më të madhe ju kam Ju propozuar. keni konflikt Se thash interesi. një herë që keni qenë prokuror shumë profesional. Ju Edhe nuk tërhiqem nga ajo. do të vi koha e ndëruara zëvendës kryesuse, kur ky publik, qytetarët e Kosovës, do të jenë shumë, jo, të lutem, nuk të ofendoj as pak, jo, me gjithë respektin, me respekt shumë, deri në maksimum, Jo, pikërisht, por qytetari duhet ta di se këtu po bëhet një luftë për të bërë reforma në sistem drejtësisë ose për të mbetur ky sistem në dorë të një individi i cili mendon që ka gjithë pushtetin në sistemin prokuror. Ka ardhur koha e fundit që ky njeri ta kuftoj se ka ardhur koha për një sistem prokurorial të ndershëm, për një sistem prokurorial që ka fuqi për ta mbrojtur kushtetutën edhe ligjin. Andaj, keni parasysh, sepse do të isha shumë i lumtur sikur mos kisha qenë kur pjesë e këtij këshilli prokurorial. Edhe kur njët nuk jam ndi ma keq se sa këto ditët e funit, kur është bë plani për largimin tim nga kjo pozitë. Dhe ka qenë shumë e lehtë për mua që të ofroj një dorëheqje. Shumë e lehtë. Gjë më të lehtë s'ka pas. Por duke parë gjithë këtë plan, këtë strukturë të një grupi të caktuar të njerëzve, kam vendosur që deri në fund, të mbes stoik në qëndrimet e mia për të ruajtur sistemin prokurorial dhe prokurorin e shtetit, edhe të ato vota të cilat janë qenë publike për shkak se këtë kjo po ndodh për shkak të një procesi për antarët e Këshillit Prokurorial, për antarët të ri të Këshillit Prokurorial. Humbi kandidati i njerëzve të interesuar për këtë çështje dhe tani po bëjnë përpjekjet e fundit për ta shkatruar procesin, për ta shkatruar njerëzit që janë këtu për ta mbrojtur sistemin, për të mbisunduar me vota dhe për të bërë vendime ose për të nxjerrë vendime në interesin e tyre, vetëm në interesin e tyre, jo të prokurorit shtetit, jo të sistemit prokurorial, jo të qytetarit. Do të më na dhon fjalën gjithë anëtarëve në mënyrë të barabartë. Në të harron dikush që këtu ka ndonjë far supermacioni në drejtim edhe të këshillit edhe të marrjes fjalës. Prandaj do të jeni
do ta deni rolin e juaj që e keni këtu. Ju e keni veç me llan fjalën, gjithë anëtarëve të Këshillit. A propozojnë, as propozojnë, a komentojnë, është e drejtë e tyre. A Dhe je- du me shfrytëzu A je të drejtën, kërësu sa une? du me shfrytëzu dhe jam anëtar i Këshillit i Ani barabartë me antar të këshillit të fjallin. du me shfrytëzu drejtën time këtu për t'i thonë disa fjalë edhe rreth asoj që u tha, edhe rreth propozimit të kolegës. Po fillimisht sa i takon pikës që e keshim të rënit ditës, ku me të vërtet unë mendoj që fare s'është dashur të ketë pikë të rënit ditës raporti, sepse nuk e kërkon as ligji as rregulloria. Le ta harroj Këshilli që me vot mund ta rrëzoj një proces ku kanë votu prokurorët e Kosovës. Nëse do të ishte në dorën e Këshillit, pse të votonin prokurorët? Atëherë të votoj Këshilli ta zgjedhë anëtarin, andaj keni parasysh se e keni një certifikim formal që unë e konsideroj që me thirrjen e këtij takimi është konsumuar kjo dhe kandidati është e certifikuar, procesi është i përmbyllur. Dhe kjo sepse ashtu e thot ligji. S'kërkon as raport, mos u ndërim. As raport, as votim, as gjë tjetër. Për sa i takon letrës, të cilën e lexoi e nderuara kolege Jehuna, edhe atëherë ka lexuar kjo letrën për caktimin e të respektumit ushtruesit detyrës kryeprokurorit të shtetit, sepse propozimi s'ka qenë veçësoj, ka qenë i gjellë, por e ka lexuar letrën ashtu siç po e lexon sot. Me të vërtet është diçka që nuk do duhej kurse se të ndodhte në veçanti të marrë parasysh faktin që pjesa më e madhe e Këshillit përfshin kryesuesin, zavens kryesuesën, antarin Jetesh, antarin Arjan dhe mua, diku pas 3 javëve na përfundon mandati. Përfshi edhe pushimet e fundvitit që ndodhin. Dhe për 3 javë punës tonë ne të përzihemi në këtë çështje, kjo totalisht është e papranueshme. Dhe ka vetëm një adresë dhe agjendë që është dëmtimi i sistemit prokurorial. Por, unë po ju tregoj këtu që kjo tentativë do të jetë e kut dhe e mit, përkundër faktit që kam shumë pak ku për ta përfunduar mandatin bashkë me ju, nuk do të jem pjesë e këtyre agjendave kaq të ulta dhe është një tentativë dëshpëruar për të bërë një dëm të madh sistemit prokurorial. Sistemi prokurorial është më i madh se gjithë ne. Dhe për këtë kemi dhënë betim që do ta mbrojmë dhe do ta mbrojmë deri në fund. Dhe duhet t'i kryjmë detyrat me përgjegjësi. Është. Po pra. Ka që ndosht shkarkimi ju i mu lypsat këtu. Për shkak të sjelljes tuaja një anshme që i keni pas. Po, po. Po për 3 javë. Ashtu konsideroj, po. Konsideroj se në rastin konkret një kërkesë e tillë për të futur në agjendë, gjithmonë për flas për agjendën, është abuzim me detyrën, keqpërdrim i pastër i detyrës zyrtare, dhe konsideroj se pas një kërkese të tillë, pas këtij debati, aty paraprak që ka prit pikërisht këto, ky këshill e ka humb kredibilitetin, legitimitetin për me vazhdu tutje. Këtu për mua nuk ka më kushte normale të punës, sepse çdo aktivitet i së ardhmës mund të jetë veç vazhdimsi e këtyre veprimeve destruktive dhe kërkesave të tilla çfarë dëgjova. Sinqerisht po vjen keq për gjithë këtë që kam dëgjuar, nuk e di nëse mundem të jem pjesë e diskutimeve të tilla dhe vendimmarrjeve të tilla. Faleminderit. Ta ka propozim tjetër për një ditë? Nuk ka. Po unë. Vetëm po shihet kush është për me shkatru sistemin. Vetëm Atëherë- do të sharroni obligimin Atëherë, ligjor. pas fjalimit të antarit të Këshillit të profesorit, duke pa këtë situatë krijuar në këtë takim, unë mendoj që as unë ma nuk e kam venin me qenë këtu dhe ju njoftoj që do të liroj takimin. Dhe u pa qëllimi prej fillimit që Kryesues, unë mendoj Po, flas. që më e shëndetshme do të ishte parë mos të ftohet më asnjë takim. Përveç procedurave disiplinore 2 a 3 që i kemi, sepse këtu më nuk ka funksionim normal. Edhe ashtu jemi në fund mandatit dhe në fund mandatit kur ka mbetur edhe 2-3 javë të punës tonë pritet gjithçka. Prandaj po ju sugjeroj që më fare mos terni takim për pikat rregullta, përveç procedurave disiplinore për cilat bile kisha sugjeru pyetjesha online dhe fare mos vija më këto. Kështu që ju përshëndes, ju uroj punë tu. Edhe ju përshani. Po dhe po. Dhe thënë ju me mbrojt sistemin. Këtë formë me mbrojt sistemin.
Po, vazhdoni. Veç vazhdoni formën e tillë edhe pembroni sistem. Po. Po s'kemi për